Përshëndetje, jemi me emisionin Pse me të votu me kandidatin për kryetar të komunës së Gostivarit, zotëri Valbon Limoni. Pse vendosi të kandidoj për kryetar të komunës së Gostivarit, pse banorët e Gostivarit duhet t'i besojnë votën pikërisht atij. Për këto dhe pyetje të tjera, na ndiqni në intervistën në vazhdim. Po ishte një vendim i natyrshëm pas udhëheqjes së komunës diku afër 14 muaj prej në korrik të vitit 2024, vendosa pasi që gjithë përkushtimi, gjithë dashuria që kam për qytetin tim, më çoi të mendoj në këtë drejtim dhe për atë mendoj që duhet të kërkoj edhe një herë besimin e gostivarazve dhe me këtë bashkë me të gjitha ato ta bëjmë qytetin më të mirë për të jetuar. Mirë, askush nuk detyrohet të votoj, por mendoj se të gjithë ato të cilët e kanë dashurinë, e duan Gostivarin dhe e shohin me sytë e mi ashtu siç e shoh unë dhe ashtu siç du ta shoh edhe në 4 vitet e ardhshme, besoj se të njëjtit do duhet të japim besimin dhe bashkë me ato të ecim përpara për kushte dhe jetë më të mirë në qytetin tonë. Tre projektet kryesore janë, një është ura kryesore që gjendet afër gjykatës themelore, projekti dytë është hapja e bulevardit Vllezrit Gjinoski dhe treta është një parking nëntoksor mu këtu me 2 nivele për të pas më shumë vende për parkim, por paralel normal do të kemi edhe projekte tjera infrastrukturore, siç janë kanalizime fekale, atmosferike, ujësjellës, si dhe rikonstruim të rrugëve. Puna e parë që do të bëj kur do të kthehem, do t'i falenderoj të gjithë ekipit tim dhe qytetarëve dhe me njëherë ditën e ardhshme do të vazhdojmë me përkushtim të punojmë për qytetin tonë. Kjo ishte intervista me kryetarin aktual, po ashtu dhe kandidat për kryetar komunët të Gostivarit. Për këto dhe intervistat të tjera na ndiqni në rrjetet sociale INA Online.